Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me uthull molle që ka habitur të gjitha femrat, kjo recetë do ju befasoj. Asnjë nuk do që t'i ketë flokët të yndyrshëm që duken të pisë dhe të vajosur. Gjithsesi, kjo nuk është vetëm si rrjedhoj e moslarjes. Flokët e yndyrshëm të cilët duken të pisë dhe njëkohësisht të vajosur, ndodhin edhe si pasojë e prodhimit të tepërt të sebumit nga gjëndra dhjamore e kokës. Mbi prodhimi i sebumit jep një pamje të vajosur të flokëve, zbokth dhe gjithashtu dhimbje koke. Ndërkohë, flokët e yndyrshëm që mund të heqin shkëlqimin natyral të flokëve dhe hollimin e tyre, gjithashtu mund të shkaktojnë edhe rënje të flokëve. Prandaj ne këtu po ju sugjerojmë një mënyrë natyrale për trajtimin e flokëve. Uthulla e mollës, skalpi i kokës përmban një kërpudhë të njohur si malasezia, por kur rritet në një mënyrë të pakontrolluar, kjo kërpudhë mundet që të shkaktojë irritim dhe gjithashtu zbokth dhe flokë të yndyrshëm. Ndërkohë, nga ana tjetër, uthulla e mollës është një ndër përbërësit më natyral dhe më të fuqishëm për të trajtuar bakteret dhe kërpudhat. Për më tepër që nuk ju nevojitet një sasi e madhe pasi trajtimi përqendrohet pikërisht tek skalpi. Thjesht përzieni disa lugë gjelle me uthull molle në një gotë të mbushur me ujë dhe aplikojeni solucionin e përgatitur në shtëpi. Thjesht përzieni disa lugë gjelle me uthull molle në një gotë me ujë dhe kështu aplikojeni solucionin e përgatitur në shtëpi. Ndërkohë, nga ana tjetër, përzierja duhet që të jetë në kontakt me lëkurën tuaj me skalpin dhe rrënjët e flokëve. Sipas ekspertëve, ju mund të përdorni një kuti sprajti për një aplikim më të mirë. Lëreni uthullën për 20 minuta në mënyrë që të veprojë në flokët tuaj dhe më pas lajeni ata. Ju mund të përdorni gjithashtu këtë trajtim 2 apo 3 herë në javë. Mos harroni që t'i lani flokët tuaj edhe më shpesh. Sipas ekspertëve, në rastin e flokëve të yndyrshëm, ju duhet t'i lani flokët sa më shpesh që të jetë e mundur, në mënyrë që shampoja juaj të heqë të gjitha papastërtitë të cilat vijnë nga skalpi. Ju ndoshta ju vajosen flokët më tepër kur i lani për ditë, por kjo nuk vjen nga larja e flokëve, por nga zgjedhja e shampos. Duhet të zgjidhni gjithmonë shampon e duhur. Ajo është një nga erëzat më të preferuara të anvisave shqiptare. Qytetërimet e lashta të Egjiptit e të Romës e konsideronin rozmarinën një barishte të shenjtë. Në mesjetë, rozmarina besohet gjithashtu se kishte aftësi të mëdha në forcimin e dashurisë mes një mashkulli dhe një femre, ndaj ajo përdoret gjerësisht në përdasma dhe në ceremoni. Ndërkohë, ajo gjithashtu përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me ushqyes mjaft të dobishëm për organizmin. Përdorimet e rozmarinës për shëndetin janë vërtet të panumërta. Një prej tyre është përmirësimi i shëndetit të flokëve. Në këtë video ju do të mësoni se si të kombinoni gjithashtu rozmarinën me uthull molle për të dhënë flokëve shëndet dhe aftësi për të dendur dhe për të rritur volumin si edhe shkëlqim. Kura me rozmarin dhe uthull molle për shëndetin e flokëve. Rozmarina përmban shumë vajra esencial, të cilët të gjithashtu e ushqejnë flokun nga rrënja deri tek majat, dhe këto vajra esencial gjithashtu ndihmojnë në rritjen e flokut tuaj, të cilat të gjithashtu e ushqejnë atë, nxisin qarkullimin e gjakut në rrënjë dhe nga ana tjetër eliminojnë zbokthin. Uthulla e mollës po ashtu është një tjetër produkt natyral i shkëlqyer për shëndetin e flokut. Ajo përmirëson shkëlqimin natyral dhe gjithashtu u jep flokëve një paraqitje të shëndetshme, sepse ka një efekt pastrues nga mbetjet e ndryshme të cilat nga ana tjetër akumulohen në rrënjë dhe gjithashtu
Kjo recetë në fjalë mbetet një nga recetat më të mira dhe më të thjeshta ndër të cilat ju mund të përgatisni vetë. Sipas ekspertëve, mjafton që ju të vendosni disa degë rozmarine në një kavanozë qelçi dhe më pas ta mbushni me uthull molle. Lëreni të qëndroj për të paktën 2 javë dhe kështu tundeni kavanozin çdo ditë për të mundësuar përzierjen më të mirë të këtyre përbërësve. Në fund të periudhës së 2 javore, kullojini lëngun dhe uthullin e aromatizuar, përdoreni për shpëlarjen e kokës. Gjithashtu, sipas ekspertëve, në fund të periudhës 2 javore, ju mund ta përdorni këtë recetë, por keni parasysh se uthulla me rozmarinën duhet tretur në ujë. Në një gotë ujë duhet që të hidhni 4 lugë gjelle nga uthulla e mollës me rozmarinën dhe pjesën tjetër përzieni me ujë. Këtë sasi ju gjithashtu mund ta hidhni edhe në një shishe spërkatëse ose ta hidhni direkt në flok pasi i keni larë ato. Pasi i keni flok të yndyrshëm, ju duhet të përdorni më shumë uthull molle, edhe nëse keni flok të thatë duhet të përdorni më pak. Pasi ta keni hedhur atë mbi flokët tuaj, masazhojeni skalpin dhe mbajeni këtë tretësirë për disa minuta. Ekspertët thonë që ju nuk duhet të shqetësoheni për aromën sepse ajo do të largohet menjëherë pasi ju të keni larë flokët tuaj. Ekspertët gjithashtu kanë treguar se këtë trajtim ju mund ta përdorni një herë në javë. Ndërkohë, nga ana tjetër, uthulla e mollës ofron rezultate të mahniqme në flokët tuaj. Uthulla organike e mollës është e shkëlqyeshme për flokët tuaj dhe për lëkurën e kokës. Pastron flokët duke dhuruar volum dhe shkëlqim dhe po ashtu ajo parandalon humbjen e tyre. Zbut të kruarat e kokës dhe gjithashtu eliminon zbokthin. Sipas ekspertëve, ajo shkatëron edhe bakteret ose kërpudhat, të cilat kanë mbyllur folikulat e flokëve. Kjo metodë siguron cilësi të shkëlqyeshme të flokut, stimulon rritjen e flokut dhe po ashtu lëkurën e kokës e bën më të shëndetshme. Përmirëson gjithashtu qarkullimin tuaj të gjakut dhe kapilarët e vegjël. Ka ndikim kundër kërpudhave dhe viruseve, si edhe është një preparat shumë i fortë kundër infeksioneve të lëkurës dhe viruseve, si edhe mund të trajtojë infeksionet e lëkurës. Përparësitë e përdorimit janë: ajo largon qelizat e vdekura të flokëve, largon gjithashtu të gjithë zbokthin, largon shtresat e prodhimeve për theksimin e flokut, dhuron shkëlqim dhe shëndet për flokët. Uthulla e mollës gjithashtu nxit rritjen e shëndetshme të flokut sepse ajo trajton bllokimin e folikulave nga bakteret infektuese. Këto infeksione krijojnë shtresa zbokthi në flok, të cilat eventualisht shkaktojnë humbjen e flokëve. Si ta përdorni uthullën e mollës për lloje të ndryshme të flokut? Për flok kaçurrela të trasha apo flok të gjatë, përzieni gjysmën e gotës me uthull molle me 1 litër ujë të ngrohtë. Për flokët të drejtë, të holla apo flok të shkurtër, përzieni 1 lugë gjelle uthull molle me 1 gotë ujë të ngrohtë. Flokët të drejtuar artificialisht apo flokët e trajtuar, përzieni gjysmën e gotës me uthull molle me 2 gota ujë të ngrohtë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.